Kapitulli, më trego besimin tënd me zemër, jo me fjalë. Kur feja nuk matet me predikime, por me dashuri. Ka shumë zëra që flasin për Zot. Shumë duar që ngriten në emër të fesë. Shumë buzë që thon fjalë të mëdha për besimin. Por në fund nuk është fjala ajo që na tregon kush jemi. Është sjellja. Është mënyra si trajtojmë një të huaj, një fëmijë, një të moshuar, një njeri në nevojë. Mos më fol për fen tënde, më trego si i trajton të tjerët. Më trego nëse je i sjellshëm kur askush nuk të sheh. Nëse ndihmon pa pritur duar trokitje. Nëse shes Zotin edhe te ai që nuk ngjen me ty, nuk mendon si ti, nuk flet si ti. Mos më thuaj sa shumë e do Zotin tënd, më trego sa shumë i do fëmijët e tij. Të gjithë. Edhe ata që ti i quajnë ndryshe, mëkatar, të gabuar. Sepse dashuria e vërtet nuk zgjedh. Ajo përfshin. Dhe nëse Zoti është dashuri, atëherë çdo njeri që do sinqerisht është më afër tij se sa ai që predikon pa zemër. Nuk ka nevojë të më predikosh për pasionin që ke për besimin tënd. Më mëso përmes dëmshurisë. Më mëso duke mos gjykuar. Më mëso duke dëgjuar më shumë se sa flet. Më mëso duke u bërë strej për ata që nuk kanë askën. Më mëso me heshtjen që përqafon, jo me fjalët që ndajnë. Në fund të ditës, unë nuk dua të di çfarë ke për të më thënë. As çfarë ke për të shitur. Dua të shoh si zgjedh të jetosh. Si zgjedh të japësh. Sepse njeriu nuk matet me predikimin e tij, por me gjurmën që lë në zemrat e të tjerëve. Dhe nëse vërtet beson, atëherë nuk ke nevojë ta thuash, sepse mënyra si jeton do të flasë më shumë se çdo fjalë. Do të frymëzojë. Do të shërojë. Do të përhap paqe pa zhurmë. Sepse feja nuk është flamur. Është dritë. Dhe drita nuk bërtet, ajo ndriçon. Fundi kapitullit. Nëse do të më thuash diçka për Zotin tënd, më thuaje me zemër, jo me gojë. Sepse dashuria për hyjnoren nis kur nderon njerëzoren. Dhe unë nuk do të besoj për atë që thua, por për atë që je kur askush nuk të sheh.